Profesori Jevdaja tha një miqësore luksi, vërtet për pat një intensitet një ndeshje kontrolluese për shkëndijën generale, por tamam në momentin të krijohej përshtypja një ndeshje kampionati, si pe këtë takim? Patjetër miqësore luksi, pajtohem me konstatimin e profesorit Daja. Mendoj që ishte një përveç luksi ishte edhe një miqësore vllazër problemi një skuadër shumë kualitative dhe normalisht edhe cilësia e trajnerit asi diskutohet me miqtë dhe ishte shumë e rëndësishme të takohemi fillimisht, diskutojmë edhe pastaj edhe ndeshjet jetësore. E rëndësishme është që asi futbollist nuk do të jetë ndeshjet dhe pozitive si kontroll edhe si intensitet dhe si çdo tjetër. Një javë deri në takimin me Mirësenjë, ndeshjen e parë në transfer të Mullës, kjo shkëndijë që peso të jep përshtypjen që po jemi gati për të futur në luftë sepse kemi ambicie në Europë. Patjetër, do të besojmë shumë. Ne kemi disa futbollistë të cilët janë me pengesa të vogla, siç është kapiteni Besari Ibrahimi dhe një tërë futbollistë tjerë të cilët kanë pasur shqetësime për të mirë sot ato, nuk shfaqin probleme. Ne ju dham mundësinë të futbollistëve që mos rrezikojnë dëmtimet dhe unë besoj që do të besojmë shumë. Të nëse është ekip i cili vitën e kaluar ka qenë në grupe, por asgjë nuk është e pamundur. Unë besoj që me një paraqitje të mençur, me një lojë kolektive dhe normalisht pasën edhe fati sportiv, edhe dinakria sportive, besoj që mund të dalim me rezultat pozitiv në ndeshjen e parë. Po këto çunat e ekipit të medias, si komenton në fazën përvetë? Besoj që ishin niveli shumë i lartë. Po. Profi, edhe një pyetje. Nuk është ndeshja e parë që përballen me një ndeshje e dytë apo e tretë me Dajen. Një përballje jo e parë. Gjithmonë është kënaqësi domethënë të bëjmë ndeshje kundër profesorit. Ne jashtë fushës jemi miq, kemi komunikim shumë miqësor. Normalisht që sukseset e tij, eksperienca gjithmonë na shërbejnë gjatë bisedave, gjatë takimeve. Ne kemi luajtur dy herë derisa unë isha trajneri i Strugës dhe profesori ishte trajneri i Skënderbeu dhe me kënaqësi gjithmonë shfrytëzojmë çdo mundësi të bëjmë ndeshje në steshë. Faleminderit, sukses.